Një destinacion mjaft i bukur, ende në stinën e dimrit, fare mirë mund të ishte Puka. Qyteti malor me mushkërinë e gjelbër të fton ta vizitosh dhe 2 orë për të mbritur aty me një automjet i bën pa i kuptuar fare. Qyteti edhe pse nuk ka gjallërinë e verës, ofron një qetësi të jashtëzakonshme, ajër të pastër, liçenin e magjishëm e sidomos një mikpritje që do doje ta shijoje her pas here. Është kënaqësi që sot një grup nga Shkodra për të kaluar disa qaste në këtë fundjavë të ditëve të para të janarit. O jena mbledh, o me shoqëri, bashk me ta, po pim raki, e pse s'kem një qifteli. A rregëzuar gjithë, faleminderit, respekt. Ndiqni detajt e një udhëtimi drejt Pukës, që me siguri do t'ju tundoj për të realizuar në fundjavë. Të gjitha në emisionin Pushosh Shqiptarçe të mërkurën datë 11 shkurt 2026, ora 21 në ekranin e TV1 Channel.